Allah ju shpërbleft, ndërsa një televizikues ju përshëndet me selamu aleikum dhe gjithashtu ka dhe një pyetje. Thot që edhe pse falet rregullisht ka probleme që nuk mund të koncentrohet gjatë faljes së namazit. Pse ndodh kjo pyet? Po çështja e koncentrimit në namaz është një gjatë cilën pjesërisht e kemi në dorë, mirë po jo 100% mund të komandojmë me te. Që do të thotë se ndoshta çdo njëri prej neve është në gjendje që ti komandoj gjymtyrët e veta dhe ato ti shfrytëzoj në mënyrë të mrekullueshme. Për shembull, i vrejmë njerëzit me shkaftësi të veçanta që janë gjendje të bojnë me lëvizje gishtrinsh ose me lëvizje duarsh ose këmbësh, gjona të cilat ndoshta një njeri i rëndomt nuk ka mundësi t'i bëj. Ajo është një shkaftësi mbi mesataren në shfrytëzimin e asaj çka Allahu e ka begatuar njeriu me te. Mirë po ekziston ana tjetër e qenjes njeri, e kompleksit njeri, ku bëjmë pjesë emocionet për shembull, ose ku bëjmë pjesë në rastin konkret koncentrimi gjatë kryerjes së një gjëje, ose kryerjes së një pune, ose faljes së namazit konkretisht, në të cilën neve nuk kemi kontroll të 100% mbi te. Për arsye se përbahemi prej anëve të cilat vërtet e bëjnë ekzistimin ton pak më interesant, nga se sigurt mos ishte te njeriu dhe ai ana e errët e tij, atëherë sigurisht se do të ishte shumë lehtë që të gjithë njerëzit të bëhen të mirë, ose do të ishte shumë lehtë që bamirësia të ishte prezente tek secili e kështu me radhë. Mirë, po çdo njeri e ka kooperacinë në vete, e ka frikën në vete, e ka xhelozinë në vete, e ka zilin e kështu me radhë, por ato është i detyruar që të mundohet të shtyp sa më shumë, edhe të shfrytëzoj vetëm në raste kur ka mundësi të shndrojë në virtyte, në gjëra pozitive. Kësaj edhe koncentrimin në namaz është një gjë në cilën nuk kemi mundësi ne ta bëjmë të 100%. Por njeriu duhet të mundohet dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka dhënë udhëzime për veprat të cilat duhet t'i bëjë njeriu, ka dhënë udhëzime të përgjithshme, edhe ka thonë bëni veprat sa më të mira, por nuk do të arrini perfeksionizmin. Walakin saddidu wa qaribu, por mundohuni sa më drejt dhe sa më mirë, s'paku parafërsisht t'i bani afër perfektes. E tash këtu mbetet ajo pjesa jone e përgjegjësisë. Nëse s'mund të koncentrohemi, të përqendrohemi në namaz 100%, atëherë duhet ta synojmë 100%-shin për të arritur të themi tek 80% ose te 70% ose kudo të qoftë. E këtë tentativë për të arritur diçka e kemi në përgjithësi, edhe është mundësia. Ndërsa maja në shumë të raste, apo ndoshta në gjitha rastet është e paarritshme.